Brazilit i bën mirë pjesën e dytë, po disa lojtarë për fat keq mu po m'vjen keq me pa atë Casemirën në atë nivel edhe me lyt për çdo ndeshje, pavarësisht që dha gol, që është e popullit të erë gol. A e barazoj rezultatin? E barazoj rezultatin, po me thonë drejtën, alamet lojtari me ardhna si Deregje. Me ardhna si Deregje, edhe kur Brazili ma i dop nuk ka qenë. Është gjëna, ne kemi pas viteve të 90-ta, ka qenë një super sulmus, një Giovanni Elber lyket e Bayern München, s'më i kemi lytë e Brazilit e komtare e Brazilit. A disa lojtari ka qenë bot, lojtar fantastik, që nuk ka mujt me lytë e Brazilit. Nuk ka pas shans. Tash pisha do lojtar aty, për zotin një lojtar mesatar. Lojtar mesatar kur flasim për këtë nivelin e naltë. Edhe i kemi do lojtar që janë edhe jo jashtë formës, pa ata janë të hargjum. Ta janë të i vetëmi aty që është nivel, është këtë që ndërmbrojtë si Paris Saint-Germainit, Marquinhos, super lojtar, portieri, Viniciusi, 2-3 lojtari kemi aty që vrapojnë, që janë ata lojtar pak për mi mesataren. Me thonë, kur Brazil ma dop nuk kemi pas, edhe sot vetëm pa ata edhe njerë për potencej. Për këtë arsye kanë marrë Ancelotin, sepse ata kanë reziku mos me kalu grupën, e mos me kalu Japonin hiç fare, do me thonë. Shorti keq për Japonin. Nuk është shorti keq për Japonin, po... Se me të vërtet kanë tregu lojra shumë të mira. Kanë tregu lojra shumë të mira, unë mendoj që ai treneri Japonis kishte